Mendoj që gjendja është e mirë, edhe fizike dhe nga ana psikologjike. Dim që na pret një ndeshje e rëndësishme për ne dhe ne duhet ta përgatisim me qetësi dhe me dozën emocionale të duhur. Po përsa i përket pjesës së dëmtimeve, rikuperimit apo çdo gjë është në rregull? Jo, thash pak më parë që gjendja është e mirë, gjithë skuadra është e plotë. Ne munduar edhe ndonjëri që ka pas probleme fizike ta menaxhojmë mirë për të qenë gati për nesër. Përsa i përket vështirësive dhe emocioneve në ndërtim në këto kushte që gjendet Tirana, është më vështirë një derbi për të drejtuar kur jeni në luftën e mbijetesës dhe presioni është më i madh apo atëherë kur synoni për titullin kampion? Tani derbi ka dozë emocionale të madhe për gjithë që janë të pranishëm. Dhe patjetër që në pozicionin ku jemi kërkojmë, kemi thënë që në krye të herës që kërkojmë të marrim maksimumin për të shmang dhe për të shkput pak asaj zone ku jemi. Patjetër që në derbi klasifikimi zërohet dhe gjelëtarët kërkojnë të japin maksimumin edhe për të arritur pritshmëritë e gjithë njerëzve që do të jenë shumë në stadium, besoj, por edhe në ekran duke ndjek skuadrën e tyre. Profe, flitet shumë për rëndësinë që ka derbi, por një pyetje ndoshta disi dhe e drejt për drejt, sepse po flitet shumë kohët e fundit edhe për aleanca. I truni faktit se mbijetesa mund vendoset shumë edhe jashtë fushë? Tani ne duhet të jemi të përqendruar tek fusha, siç kemi bërë gjithë këto takime, dhe fokusi jonë nesër është tek fusha dhe tek kundërshtari, pa menduar aleancat, nuk është se jam person që i vej re shumë këtyre gjërave, shumë flitet dhe shumë stërflitet, por fusha është fokusi jonë kryesor. Mendoj që na mbet 4 javë, çdo ndeshje është vendimtare, sa kalojnë javët dhe nuk ke ku rekuperon pikë më. Kështu që mendoj që është ndeshje vendimtare, por pa na ngarkuar shumë, sepse nëse do të ngarkohemi shumë, performanca e gjithë secilit nuk është ajo që pritet, pra duhet të kemi një ekuilibër emocional dhe e dim pastaj që është ndeshje e rëndësishme për ne. Profe, lutet me Dinamo, ka diferencë të madhe, duke qenë se nuk fituat pas fundit me Dinamo. Ka diferencë me Partizani me Dinamo apo është disi? Unë mendoj gjithë skuadrat kanë pikat e forta të tyre dhe pikat e dobta. Patjetër që janë 2 skuadra që kanë kontingjent dhe kanë histori dhe kanë fanele të rëndësishme në kampionatin tonë. Patjetër që në këtë situatë ku jemi, çdo pikë është shumë e vlefshme. Unë kam thënë edhe pas ndeshjes që atë ndeshje mund ta fitonim nëse s'mund të merrnim gol shpejt, po edhe mund ta humbisnim, pra fati ishte me ne. Do të vazhdojmë që të kërkojmë atë që i themi gjithmonë skuadrës, që të japim maksimumin tonë përballë çdo kundërshtari që kemi, aq më tepër në pozicionin ku jemi, pastaj kërkojmë që të kemi edhe fatin me vetë. Tirana do ta shmangi play-offin apo Mendoj që deri në fund kur jepen verdiktet janë edhe 4 ndeshje, pra janë 12 pikë. Dhe kërkojmë të marrim maksimumin tonë nga çdo takim, duke filluar që nesër, pastaj në fund fare do të bëhen llogaritë se ku do të pozicionohen. E ke mbyllur me fitoren dhe doje ta vazhdoje me ta nisë të. Shiko, personalisht ja kam thënë dhe lojtarëve, ja transmetoj dhe lojtarëve që është derbi, është një ndeshje që kërkon gjithmonë që të luftohet, kërkon gjithmonë të fitohet, por më e rëndësishme është që të shijohet. Dhe derbi dhe fund kam qenë nga krahu tjetër, kam qenë trajneri i Partizanit, i kanë fituar të 2 derbet. Mendoj që është një ndeshje që ne si staf do t'ia transmetojmë lojtarëve që është ndeshje që mezi e presim, dhe ndeshje që luftohet, shijohet dhe në fund fare pastaj çfarë do të bëjë fusha. Derbi fundi i sezonit gjithmonë nga ju si trajner nuk është humb. Por unë do të pyes pak për presionin e ndeshjes. Ai është fakti që mbas kësaj ndeshje ju luani me Teutën, që nuk ka prezantime, po ashtu edhe me Vllaznin herë pas herë, të cilat kanë siguruar fajnëtorë. Unë mendoj që çdo skuadër, duke parë objektiva, duke parë skenën, duke parë sistemin që këtë vit ka ndryshuar, çdo skuadër ka objektivat e veta. Kjo e bën që të gjitha të jenë ndeshjet të jenë të luftuara. Ne kemi një kalendar që prej 2 javësh që tani kemi luajt
përballen me skuadrat që janë kreun e klasifikimit. Kështu që duhet dhe do të kërkoj nga lojtarët që të menaxhojnë plus dozën emocionale për mbi të gjitha presionet. Kush e fiton kampionatin? Ta kam thënë dhe herë Gert, kjo është pyetje që nuk është se ka shumë interes për mua personalisht dhe nuk ka asnjë lloj interesi dhe asnjë lloj fokusi se kush do ta fitojë. E rëndësishme është fokusi është tek skuadra jonë dalim me këtë situatë. Sigurisht që derbi është një sfidë që nuk mban, po themi, klasifikimin, por a është kjo koha më e mirë për ju për të përpallur me Partizanin pasi vin nga 5 sfida pa fitore, ndërkohë që Tirana ka 5 sfida pa humbur? E thash pak më parë që klasifikimi nuk luan rol të rëndësishëm. Por a është kjo koha më e mirë? Kjo ndeshje na ka kap një situatë që ne jemi situatë të mirë, sepse vim pas 5 ndeshjeve që nuk njohim humbje. Do të mundohemi që të përqendrohemi, që thash edhe pak më parë, vetëm tek skuadra jonë dhe këtë moment të mirë që kemi, shpresojmë ta vazhdojmë sepse e dim që do të jetë shumë i rëndësishëm për vazhdimsinë e sezonit. Siç e thatë edhe më herët, keni qenë edhe pjesë e Partizanit. Do të kërkoj shehi që ditën e nesërme derbi fitoren ta marrë jo vetëm për objektivat dhe për emrin e Tiranës, por edhe për një fitore personale? Jo, s'kam ndeshje personale me kërkën. Aq më tepër Partizani që atje kam dalë në kampion, kështu që ne nuk është se ndeshjet përballen individ veçantë, lojtarët kanë dy luftime të veçanta në çdo sektor të fushës, kështu që nuk do të kërkoja që fokusin ta hedh tek vetja ime ose tek e shkruara ime ose tek ardhmja ime. Sukses. Faleminderit.